Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në podcastin e Tënës. Si zakonisht kam ndonjë të ftuar që bisedojmë për çështje të ndryshme që kanë lidhje me ngjarje të veçanta që ndodhin në Shqipëri. Para se të fillojmë bisedën, doja të kujtoja gjithë atyre që ende se kanë bërë subscribe të bëjnë një klik që të ndjekim ne, mos na ndiqni ju. Brenda një viti u bëm 13.000, po shkojmë ke myrë drejt 14-s. Jo shifër e vogël, po jo dhe shumë e madhe për gjithë ata pansa që ka për dhe që vibrojnë në frekuencat tona. Falenderojmë njëkohësisht edhe sponsorat e emisionit ton, të cilët dalin vazhdimisht me titra dhe që ofrojnë mallra dhe shërbimet përkatëse me të cilat ju mund të kontaktonin përmjet internetit në qoftë se keni nevojë për ndihmën e tyre. Sa po mbyll panajri i librit, vjetori i madh që bëhet, se bëhen dhe panajre të tjera të vogla, këtu në Tiranë panajri nëndorit. Shtëpia botuese Elga Sikric pati si gjithmonë ndjekësit e saj të zakonshëm, të cilët në mënyrë specifike kryesisht vinin ke shtëpia jonë botuese. Botuam disa libra shumë interesant, siç është Rënia e Perëndimit e të madhit Oswald Spengler, ndoshta filozofi politik më i madh i Gjermanisë, po të paktën i shekullit 20, të cilit i kemi botuar dhe një libër tjetër, Njeriu dhe teknika, prej disa vitesh. Ky ishte libri i dytë që ne botuam dhe do ta sjellim të plot sepse është me 2 volume të mëdha, por ne do t'i ndajmë në 4 volume për shkak që të lexohen më mirë nga moshat e tyre. Sot jam këtu me lingvistin Albert Nikolla, i cili është ka mbaruar për gjuhë letërsinë në Fakultetin e Gjuhë Letërsisë në këtu në Tiranë. Ka punuar gazetar në disa gazeta të përditshme shqiptare dhe tashmë jeton në Belgjik, ku vazhdon të studiojë për gjuhët e huaja, për gjuhën shqipe. Është një ndër lingvistët pak ndryshe nga këto teoritë akademike në lidhje me gjuhën shqipe, por është origjinal, ndryshon edhe nga gjuhëtar të tjerë, cilët nëse s'bëj gabim mund t'i quaj alternativë nga teoria zyrtare, si Agron Dalipajn, të cilin ne kishim para pak ditësh këtu në bisedë. Do ta pyesim Albertin për të gjitha këto në një bisedë të strukturuar dhe jo shumë të gjatë, dhe do të ndajmë me të realitetin e problemeve gjuhësore të gjuhës shqipe. Kam dalë me një bluzë që ma fali një fansim, cilin do të aftoj dhe i jeton jashtë, është i thar i Petrozhejt, ku ai ka përmbledhur, më pëlqevi shumë kjo edhe nga ana artistike, po dhe nga ana ideore, ka përmbledhur Skënderbeun si përfaqësues i lirisë, Adem Jasharin si përfaqësuesin e besës mes shqiptarisë dhe Petrozhejin si shkencëtarin e madh të gjuhës shqipe, që e ka studiuar si rall kush. Do ta kem të ftuar dhe do t'ja zbuloj emrin e tij kur ta kem këtu në një ditë tjetër, por ai më tha diçka. Ti je shkencëtar i gjuhës, është me nivele, tha. Gjuha shqipe është shumë e thellë dhe e ndarë me shtresa sipas gjërësisë që mund të kuptojnë njerëzit mbi gjuhën shqipe. Dhe që të arrish në maj fare të gjuhës shqipe, tha, është një gjë shumë e vështirë. Ndoshta këtë ka tentuar, tha, ta bëj i madhi Petrozhej. Nuk e di nëse ndan me mua të njëjtin mendim me këtë që thash, që ka thënë ky fansim, apo jo? Po, në lidhje me Petron? Po, edhe në aspektin shkencor, gjuhëtarët e studimeve indo-europiane kanë pranuar që gjuha shqipe ka një substrat të njeriut fillestar. Janë disa fjalë si folja habitore e gegnishtes, është, që përkthehet është, ka një substrat euro-aziatik, janë fjalë që gjenden në gjuhën kineze, në gjuhën shqipe, gjenden edhe në gjuhën afrikane, është fjala ije, nën, që ka dhënë fjalën je, ekziston, dhe fjalën jetë, që e përdorim gjuhën letrare, pra i ka edhe të
epokës afrikano-euro-aziatike, ka dhe ka dhe fjalë të kohës euro-aziatike, për shembull kemi fjalën vëlla që kemi që njëta gjendet edhe në gjuhën për shembull finlandeze, ata i thonë vela, ne i themi vëlla, i themi vllajt. Kemi fjalë me gjuhën hebraike që është një gjuhë semite, fjala bar dhe fjala bir, djalë, domethënë bir. Dhe kemi edhe fjalë të indo-europianishtes, fjalë të bashkëta për shembull me gjermanishten dhe me gjuhët indo-europiane. Pra gjuha shqipe i ka të gjitha nivelet e historisë brenda të ruajtura në strukturën e saj. Dhe kjo është e vërtetuar shkencërisht nga universitetet e Maynooth, të Oxfordit dhe të Cambridge-it, 3 universitetet më të mëdha, dhe kur kanë dalë në konkluzionin 33 gjuhëtarët e Institutit Max Planck që gjuha shqipe është gjuha më e vjetër ende gjallë, janë bazuar pikërisht në studimet laboratorike që u kanë bërë këtyre fjalëve. Pra është shkencore dhe e pranuar shkencërisht në gjithë botën. Dhe ky që thot këto gjëra, thot diçka të vërtetë. Po, Ilir, se e filluam direkt me artilleri të rëndë, të pyes pak për origjinën tënde, nga je për prezantim tek publiku. Çfarë ke studiuar, çfarë po vazhdon të studiosh, ku ndodhesh me banim, kur ke ikur? Fol diçka për biografinë tënde. Origjinën e largët ne kemi nga Ohri, në fakt, nga qyteti i Ohrit, nga familja Gropa, ka qenë princi i Ohrit Andrea Gropa. Andrea Gropa ka qenë i martuar me motrën e mbretit Ferdinand të Napolit, por nuk ka lënë fëmijë. Vllai vet ka lënë pasardhës, një rrjedh nga pasardhësit e vllait Andrea Gropës. Por për shkak të konfliktit të madh me Turqinë, luftës që bën partë tanë me Turqinë, u detyruan që ta braktisin Ohrin dhe u vendosën. Ka jetuar Andrea? Andrea ka jetuar, ka qenë princi i kështjellës së Ohrit. Fillimisht ka qenë më këmbës i pranuar rrjedh nga Pal Gropa, që ka ardhur nga Veriu, ka qenë familje katolike e ardhur nga Veriu, dhe mbreti i Serbisë Stefan Dushani e dërgoi si më këmbës i tij në Ohër. Ky ishte katolik, po megjithatë dërgoi. Dhe ky fitoi pavarësinë dhe Andrea kaloi në një principat pavarur sepse e refuzuan atë pushtetin e serbëve dhe shpallën. Dhe Andrea Gropa ka jetuar para pushtimit turk deri në pushtimin turk. Kurse një nga parashit e mia ka qenë Zaharia Gropa, ka qenë ministri i jashtëm i Skënderbeut në lidhjen e Lezhës, është caktuar ministri i jashtëm. Ne rrjedhim nga kjo familje, por kuptohet i thon 500-600 vjet në 18 bresa. Zaharia mos ka qenë personazh i një grindje ndasme në Skënderbeut me Lek Dukagjinin, apo me sa më kujtohet nga historia e Skënderbeut? Ka qenë kemi të bëjmë me Zaharia Gropën, jo me emrin Zahariu. Jo Lek Zaharia, me Zaharia Gropën. Po, janë grindur, nuk e di. Po jo, kanë bërë dy luftim me armë në dasmën e Skënderbeut, sepse janë grindur. Nuk jam i sigurt. Po duket se Zaharia Gropë. Nuk jam historian dhe nuk jam futur thellë, por di që rrjedh nga kjo familje, jam thjesht në histori familjare. Edhe ne për shkak të një parit ton që ka pas emrin Nikola Gropa, kemi marrë mbi emrin Nikola dhe kemi përdorur deri në fund të epokës turke mbi emrin Gropa, pastaj e kemi marrë Nikola siç na ka shënuar mbreti Zog në luftën balkanike, domethënë keni pasur mbi emrin Gropa, pastaj keni bërë Nikola. Aq e vërtet ka qenë sa që fshatarët e zonës. Ku keni jetuar ju pastaj mbas janë larguar nga Ohri? Mbas janë larguar nga Ohri, kanë jetuar në Mirdita, kanë pasur prona në zonën e mes Mirditës së Matit, në fakt u dha Lek Dukagjini zonën e banimit, se ishin princer dhe kishin marrëveshje. Dhe me qenë se ikën këto Leka ku ka jetuar? Në këtë territor? Kush? Lek Dukagjini.
Lek Dugagjini ka qenë nga Dugagjini i vogël i Matit, po Ku ndodhet kjo? ndodhet në mes Mirditës së Matit, është Dugagjini i vogël. Ka ndonjë fshat aty Po, në është fshati i Dugagjinit dhe aty është dihet që aty ka jetuar Leka. po, jo, s'ka jetuar aty. Leka ka origjinën nga ky fshat i Matit. Por Leka ka shkuar ka jetuar pastaj ka pasur një kështjellë në zonën e Mirditës, në Fan, dhe është kështjella e Lek Dugagjinit aty, por ka pasur disa kështjella, ka jetuar në disa vende të ndryshme. Po. Nuk e dim se ku ka lindur, por meqense e ka Lek Dugagjini, domethënë të gjithë thonë që ka lindur në Dugagjinin e Matit. Pastaj emrin Dugagjin që e ka marrë Dugagjini i Madh, e ka marrë për shkak se ky aplikoi kanunin e Lekës së Madh të Aleksandrit Madh dhe duke aplikuar këtë kanun ja vendosën emrin kanuni Lek Dugagjinit. Se ka lidhje kanuni Lek Dugagjinit me kanunin e Aleksandrit Madh të Maqedonisë? Po, kanunin e Lek Dugagjinit që e quajmë ne kanunin Lek Dugagjinit, në fakt nuk e ka bërë Lek Dugagjini. Lek Dugagjini vetëm e ka aplikuar si princ i zonës, është kanuni i Aleksandrit Madh, i cili ka dhe një lidhje me ligjin e Hammurabit, është gati i njëjtë. Edhe me kanonet romake. Po. Pastaj studimet ku keni lindur, ku i keni bërë studimet? Unë kam lindur në Klos të Matit. Po. Aty ku ka ble gjyshi pronat, mase iku Turqia, gjyshi ra në Mat dhe mori disa prona të një mik i tij, rreth 11 hektar prona. Dhe aty u vendosëm në një tip kulle të madhe, francezët i thonë chateau, që qenë një kull 3 katëshe shumë e bukur, dhe aty më kanë lindur prindët e mi, dhe unë kam lindur aty, por kuptohet, kam lindur në kohën e komunizmit, kur prona që marrë, që shpërndar, pa të marrë fund gjithçka. Edhe në vjeçaren e bët në shkollën në vjeçare. Jo, unë kam bërë shkollën 8 vjeçare, kam kryer në fshat, kurse shkollën e mesme, gjimnazin, liceun, e kam kryer në qytetin e Klosit. Shkolla e qytetit Klosit në kohën e regjimit komunist ka qenë një ndër 3 shkollat më të forta të Republikës. Pas Petronini Luarasit dhe një shkolle në Berat. Po. Pastaj erdhët në shkollë të lartë, çfarë viti? Pastaj duke qenë se nuk zgjidhnim dot shkollën, mua më caktuan, duke qenë nxënës i mirë, më caktuan në inxhinierie minjere. Problemi ishte se për të kryer studime edhe unë jam inxhinier minjer. Në inxhinierie minjere duhet kishe shkryer një shkollë gjeologjike të mesme, dhe kisha probleme me këto shkëmbim të oligomineral, acid. Kam kryer të mesmen në gjeologji minjere dhe të lartën gjeologji minjere. I kishte një profil. Edhe kam punuar gati vjet. Ne ishim të fortë në matematikë, më të mirë se sa këto, por në lëndët e profesionit ishim dobët se nuk kishim bërë shkollë të mesme. Dhe aty ndenja një vit unë, por... Çfarë viti ke qenë aty? Në vitin 1988 kam... atëherë kam qenë dhe unë. 88-89 kam qenë. Kam qenë me... Kemi qenë paralel. Me Drini Zeqon, me Joni Todollin, ka qenë sa tjem nga Pogradeci, dhe nga Korça ka qenë... Kam qenë 88. Ti ke qenë për gjeologji apo për minjer? Kam qenë për minjer. Për minjer. Se ka qenë dhe Drini Zeqo aty? Po, Drini Zeqon e kem pas në kurs. Nuk kemi qenë të njëjtën klasë në kurs. Ka qenë edhe ky presidenti i Flamurtarit, ky Sinani. Po. Nuk e di, ndoshta kemi qenë paralel. Po, sigurisht jemi para aty, po... Unë kam qenë 27 vjeç në shkollë, 26 vjet, në prag të 27-a, më erdhën me vonesë mua, se isha me biografi të keqe, bëra dhe ushtrinë, edhe kur u liberalizua pasaj nga 88-a, në lejuan, unë e kisha mesatare 9.87, edhe një 7 në marksizëm më kishim vën, se ishte si kriter që duhet ta kishe 8, që mos për të më penguar më bën këtë 7. Po, metodat njohura që përdorin komunistat. Punova 4-5 vjet në si teknik minjere në Bitinsk, pasaj i ka ushtar 2 vjet, punova dhe aty me këto tunelet, me këto. Edhe unë kam punuar një vit, sepse pata një problem me këtë profesorin e gjeologjisë që jepnim këto shkëmbit, dhe megjithëse ja bëja shumë mirë atë përshkrimin e oligomineral. Me Çeçon. Me Çeçon.
Çeçua nga Tepelena e Nga Tepelena, po ishte një i vogël. Një shkurtër. I vogël, po nuk e di se ke patur se Çeçua ishte. Jo, ishte profesor i mirë, po e kapi keq me mua, nuk e di arsyeën. Nuk e di, ishte tolerant Çeçua, është burr i mirë, unë kam shumë respekt, është një nga profesorët. Ishin arsye jo shkencore që ishim ngatruar me Çeçon, po kush e di si ka ndodhur, po është akoma përshëndesim, unë kam i vjetër. Unë kam një karakteristikë që e kam takuar pasi kur bëj dikë mik, unë prishem kur me njëri. Jo, unë e kam takuar pasi kam filluar në fakultetin gjuhëletërsisë, sepse pasi huma shkollën, ndodhi dhe një ngjarje tragjike me një nga studentët që ra nga kati 3 poshtë në gjeologji, sepse provimet krijonin një stres të madh tek studentat. Me qenë se unë isha njeriu që flisja më pak. Kurse tash më shumë është stres për lek, po të kesh lek. Nuk ka problem. Ka ndryshuar sistemi. Edhe bëra një vit punova si inxhinier ajrimi, në kontrolloja frontet e minjerës, furnelet edhe tunelet për nivelin e CO2-shit, gazit karbonik që ishte helmues. Minjer qymërguri. Minjer kromi në atje punova i vit stazh. Në momentin që do jepja provimet, pata shkruar një volume poezi të cilën e pata dorëzuar në një konkurs që bëhej nga lidhja e shkrimtarëve të rrethit dhe më dha një vend të tretë ata. Shkruan shumë mirë zoti Nikola edhe letërsi, se më dhuroi një libër dje. Unë nuk i kisha lexuar ndonjë gjë më përpara. Unë njohitëm dje rastësisht në panajër, unë e njihja si emër dhe ai më njihte sigurisht dhe e ftova këtu në podcast. Edhe dje gjatë kohës që qëndronja aty ke stendaj Helga Sikric, e shtëpisë time botuese, i hodha një sy disa poezive dhe disa prozave të shkurtra dhe më pëlqevi shumë. Si quhet titulli i librit? Valz Galaktik. Valz Galaktik, është në librari? Po, është në librari tek Teku. Ja u rekomandoj ta merrni ta lexoni, ka një stil shumë interesant, koncis, me pak fjalë, jep panorama dhe tablot të gjera. Edhe mbasi mbarova, mbas kësaj një person, një poet i zonës quhet Basir Bushkashi, më thot mu, ai dirigjonte komisionin, më thot mu, ke një poezi të jashtëzakonshme, thot do të prezantoj Xhevo Spahiun. Mirë po Xhevo, unë isha fëmijë edhe i thash prezanto babin me te, edhe po shkoj edhe me babin, edhe na prezantoj me Xhevo Spahiun, e Xhevo Spahiu i pëlqeu shumë poezit, u bë shumë mik me babin. Mua më thoshte djali mikut tim, dhe janë miq akoma, pavarësisht se Xhevo fatkeqësisht psoi atë sëmundjen e rëndë, tani nuk arrin të komunikoj. Në atë kohë u bën shumë mik edhe Xhevo i thot ministrit të arsimit të asaj kohe që e përshëndesim Xhevair Spahiun dhe miqtë e tij. Është poet i jashtëzakonshëm i nivelit ndërkombëtar. Edhe i thot që nëse ka një person që meriton të marrë një bursë në gjuhëletërsi është ky djalë. Se Xhevo ishte njëri i ndershëm. Kam ndikuar dhe Xhevoja, domethënë. Ishte edhe problematik sepse nuk pranonte ti shkoje, kërkoje ndihmë që të vendoste drejtësi, nuk pranonte as një kafe, se thoshte mund të quhet kafe korrupsioni. Unë vendos drejtësi, thoshte ai, edhe na paguante edhe kafet edhe. Është i veçantë Xhevoja në gjitha drejtimet. Shumë njeri. Po gjitha ishte njeri shumë i drejtë. Edhe unë kam mik. Dhe nëse ai bënte diçka e bënte sepse e ndjente, po të mos e meritoje Xheva të kthej dhe thoshte ishte topatan, ti theshte gjërat në sy, nuk çante kot fare. Xhevo thoshte nëse nuk e meriton diçka, Xhevo thoshte nuk bëj gjë për ty, se bile i tha një nga jugu që erdhi aty, i solli ca poezi, i tha shkruaj tha poezi, tha po këto unë s'bëj gjë dot për ty sepse këto nuk më mbushin mua, nuk më ngrohin këta poezi dhe nuk ndërhyri. Do të thonë për mua që isha nga Veriusa, ishte nga jugu, nga Skarpari për mua. Xhevo nga këto gjëra, sa si shikon. Xhevo nuk ishte një provincial, ishte një
filozof, një poet i madh, edhe ashtu edhe mendim gjeva më ndërhyri në ministri, shkoi ju ankua ministrit edhe mua akordua një bursë e cila mua akordu në Tiranë, po që kur kaloj në Burrel, prap ato mua kthyen bursën në Shkodër dhe sotën një tjetër në vendin tim në Tiranë. Ti e mbarove në Shkodër, domethënë. Fillova studimet në Shkodër dhe një moment kur vi në Tiranë, gjeva ishte shumë i revoltuar me mua dhe më thotë që dëgjoj djalë thotë unë baban tënë kam shumë mik thotë jemi bërë shumë miq thotë se mendojmë të dy jemi njerëz të lirë dy, po është pak turp thotë që të qëndrosh 2 vjet në shkollë thotë në Tiranë dhe të vështirë të takosh. I thash Gjevo, dëgjoj unë nuk jam shkollë në Tiranë, jam në shkollë në Shkodër. E kanë bërë tha dhe këtë padrejtësi. Kishte njoja tha ti mund të transferohesh në Tiranë. Edhe fola bëra i kërkesë te Etem Lika në atë kohë, që ishte dekani i fakultetit, dhe Etemi pa rezultatet, pa që isha dhe tha hajde ti vazhdoj studimin dhe 2 vitet e fundit i bëra në Tiranë. Po, pastaj studime pas universitare? Pastaj fillova, kisha një zgjedhje të qëndroja si profesor në fakultet apo të filloja punë si gazetar. Rroga e profesorit në universitet ishte shumë e ulët, ndërsa rroga e gazetarit ishte e lartë, sepse ishte gazeta Koha Jon në atë kohë që paguante mirë. Dhe vendosa të filloj te gazeta Koha Jon, dhe me qenë se isha dhe student i kohës revolucionit, kisha marrë pjesë në Shkodër, më takoj që të merrja pjesë. Ngjarjet e dhjetor. Po, isha i mirë pritur aty, më pritën, më vënë zëvendës shef të informacionit, do të thënë Nandi Bushati ishte shef informacioni, unë isha zëvendës i tij kur ai ikte me udhëtime ose bënte zëvendësoja, por bëja çdo herë punën time si reporter. Pavarësisht nuk rria vetëm në redaksi. Unë 8 mirë kam pasur që edhe kam qenë shef që kalova te shekulli. Pastaj studime pas universitare, studiove për master? Nuk studiova për master, i lash pas dore sepse merresha me gazetari çdo ditë. Po. Në një moment në vitin tetor të vitit 2000 botoj një speciale mbi trafikun e qenieve humane, femrave dhe fëmijëve që përdoreshin për qëllime seksuale në Greqi dhe në Itali. Luaj një shumë e madhe rreth 250 milion euro në vit, arrinte trafiku me fëmijët. Dhe kishte anglez që vinin për turizëm në Greqi dhe që ishin pedofilë dhe përdornin fëmijët kryesisht të minoriteteve në Shqipëri. Do kishte fëmijë, arritet të kap një fëmijë 14 vjeç që t'i marr një intervistë se si ky kryente punët se si ikte në Greqi, si shfrytëzohej nga turistët në thojza angleze kështu, dhe me botimin e kësaj interviste, personat që merreshin me transportin e fëmijëve më kërcënuan me vdekje. Unë punoja te Gazeta Shekulli dhe një natë nga që lëvizja me biçikletë, se s'kishim makina atëherë, kishin dërguar dikë që të më friste, dhe në momentin që del dikush tjetër, po kalonte rastësisht aty me biçikletë, po ikte në qendër, duke menduar se isha unë i rar atij dhe hodhën në kanal. Të nesmet morën vesh që u vra një në biçikletë anash redaksisë. Ishte sinjali qartë, atëherë u sinjalizuan, me sa duket u sensibilizuan edhe këto ambasadat dhe më dhanë një vizë shumë të shpejtë. Dhe në 15 ditë që ndrova fshet. Ku largove pasaj? Shkrimi u botua në fund të tetorit dhe unë u largova në fillim të nëntorit. Iga në Belgjik. Në Belgjik, aty jeton dhe tash në Belgjik. Iga aty, mirë po ishte një problem i madh sepse mua akorduan gjitha letrat në mënyrë shumë të përshpejtuar, do të thënë me 16 nëntor u regjistrova, me 14 orë më akorduan dokumentat, më gjetën një apartament vile në zonën e Amajt në Belgjik. Bruxelles? Jo, ishte në diku larg Brukselit, se thoshin Brukseli është i rrezikshëm, por duke qenë se atje ishin fshatra dhe s'kishte këmbë shqiptare s'kënd. Thash më mirë po qëndroj në Bruksel dhe qëndrova në Bruksel për 6 vjet në anonimitet, kuptohet. Derisa iku vala.
e asaj. Tashi aty keni vazhduar studimet? Aty për të integruar fillova studimet në gjuhën franke të Institutit i Gjuhëve të Aplikuara, bëm rreth 12 module. Module janë nga 3 muaj gjithë secili. Bëra 12 module, maksimumin e moduleve, dhe kur u ndjeva mirë që mund të komunikoja në frëngjisht, kalova në Institutin e Komunikacionit të Roger Gilbert, komunikimit. Aty mësoheshin gjitha teknikat e komunikimit. Për gjuhën shqip keni votuar në një libër, në një Po, për gjuhën shqipe, studim? po, rastësisht u integrova, sepse një nga kisha mbajtur shënime rreth gjuhës shqipe, fjalë të rralla, gjëra që kur isha në fakultet, një blok të madh me shënime, me gjëra, por i takoja shkollës zyrtare që jepe këtu tek ne, domethënë Qemë Çabej gjutari më i madh, Shaban Demira i dyti, pastaj vinin këto të tjerët, Dodi, Shabanin gjallë më duket, a? Nuk i di. Kam pas profesor Shabanin, Po. por ka qenë pensionist kur vinte, domethënë ishte pensionist, por vinte na jepte disa leksione të caktuara. Dhe ndodhi që kur i takoja gjusisë zyrtare, isha i bindur që kjo është një shkollë vërtet, që ne kemi një gjuhë me shumë huazime nga latinishtja, nga greqishtja vjetër, nga kështu. Dhe kur u paraqita në Akademinë e Roger Gilbert, profesori që na jep Çfarë është kjo akademi? është një akademi, më tepër akademi laboratorike. Do të kryen studime laboratorike me gjuhën, të mëson sensin praktik se si duhet kryesh studimet me gjuhën. Është më e madhja në Belgjik apo e vetmja? Është e vetmja llojit vet. Po. Edhe në Belgjik edhe në Europë. Ju punoni aty tash? Jo, unë nuk punoj aty sepse apo janë antar aty jashtë? Jo, nuk punoj në akademi. Në Belgjik ka 2 kategori. Janë pedagogët, cilët nuk konsiderohen si shkencëtar. Pedagog mund të ketë 10-12.000, por janë shkencëtar. Ata janë mësimdhënës. Ndërsa statusi më i lartë i studimeve është ti të pranohesh në qendrën e kërkimeve. Domethënë, ti je shkencëtar dhe të marrish pagesën duke qenë shkencëtar. Shkencëtar ka pak. Ti çfarë lidhje ke me këtë? Unë jam në rolin e shkencëtarit në këtë mes. Më shumë se sa një pedagog. Unë fare mirë mund të jepja pedagog, por kur ti merresh me dhënien e mësimeve për studentët, ti merr një teori të tjerëve dhe u paraqit studentëve, dhe nuk quhesh shkencëtar. Problemi që ka Shqipëria sot është se ne i kategorizojmë, ndonjëherë mendojmë që pedagogët janë shkencëtarë. Pedagogët janë thjesht mësimdhënës. Po. Por janë në niveli më të lartë, por nuk janë shkencëtarë. Shkencëtari është antar i një akademie të caktuar dhe thirret nga akademitë, dhe ai është shumë më lart se sa një pedagog. Për shembull, mua më ka thirrur Akademia Amerikane e Edukacionit, Terence Deacon, një ndër 3 etnologët më të mëdhenj të botës, dhe ai më ka bërë një letër që ne dëshirojmë që librin tënd ta marrim, ta botojmë në gjuhën shqipe, etimologjia dhe semantika strukturale, që flet përgjithsisht është fillimi është për teknikën e kërkimit me anë të strukturës fjalës, sepse Roland Barthes thotë që kuptimi i fjalës fshihet brenda fjalës. Pra në kuptimin e fjalës duhet ta kuptojmë në idiomat që ka fjala vet. Këtë që thotë edhe Petrozhej. Po ju aty në këto studime, për çfarë studuat edhe për çfarë u diplomuat? Po pra, u diplomova në leadership politik dhe leadership politik dhe leadership teknik për drejtimin e një shteti, dhe në momentin që mu dha diploma nga Charles Michel, ish presidenti i Europës, tani ka filluar punë në OKB, pyetja që mu bë ishte nëse unë do të aplikoja ndonjëherë, do të kisha mundësi ndonjëherë që këto njohuri të aplikohen në Shqipëri. Përgjigjja ime asnjëherë, sepse në Shqipëri është e pamundur që të hysh në pushtet në mënyrë të ndershme. Po.
Po me Akademinë Shqiptare këtu të gjuhësisë, me Akademinë e Shkencave, me degën e gjuhësisë këtu, ke komunikime, ke lidhjet? Po, kam miqtë e mi, për shembull. Librat e tu i kanë marrë në konsiderat, ju kanë bërë oponencë? Nuk i kanë marrë në konsiderat. Mund të them që i kanë marrë në konsiderat në aspektin që tani ata i adresohen semantikës, etimologjisë prehistorike, gjitha këtyre i adresohen, po këtë bëjnë duke eliminuar emrin tim. Ndërkohë që unë jam i vetmi gjuhëtari për historisë gjuhës shqipe. Edhe normalisht në bazë legjislaturës, në bazë të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, një autor që ka botuar mbi 3 materiale, artikuj në një revistë shkencore ndërkombëtare, në rastin tim botimi rreth 20 materialeve në sitin e Akademisë Amerikane të Edukacionit, duhet të thirret nga akademia dhe të bëhet antar, të jetë kandidat për antar i akademisë ose të bëhet direkt antar, sepse këtë e garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë mu që një person që është i akademisë, që për mua është një pedagog i fakultetit, më tha që ne nuk kemi thirrta se studimet tuaja edhe pranohen edhe nuk pranohen. Domethënë, edhe pranohen edhe nuk pranohen, është të them po të them dhe jo, ose edhe je mashkull edhe je femër, ose nuk e di, nuk ka asnjë arsyetim logjik. Ju s'keni kontaktuar me ndonjë nga këta drejtuesit e këtyre çështjeve që merren me gjuhësinë ose me kryetarin e akademisë? Dëgjoj, niveli im akademik është nivel ndërkombëtar. Domethënë që unë jam i certifikuar nga Universiteti Genkut, që është i njohur një ndër universitetet më të mëdha në botë, në zonën flamane të Belgjikës. Librat e mia janë pranuar në bibliotekën e Sorbonës. Librat e mia janë ribotuar nga shtëpia botuese e universiteteve europiane me qendër në Londër. Ju e keni shkruar në frëngjisht apo në shqip? Kam shkruar në frëngjisht. Libri tjetër në gjermanisht është përkthyer dhe është pranuar nga Komisioni Shkencor i Bibliotekës Gjermane, për arsye se në Bibliotekën Gjermane nuk mund të fusesh një libër shkencor pa u miratuar nga komisioni, dhe në Bibliotekën Gjermane janë 2 persona që janë pranuar si personalitetet mëdhaja, profesor përparim nga Kabo me studimin e tij mbi Victor Hugon, është pranuar, i është dhënë titulli filozof në Bibliotekën Gjermane nga Komisioni i Bibliotekës Gjermane, dhe në aspektin në gjuhësi nuk ka hyrë as vepra e Qerem Çabet, as një autor i shqiptar me përjashtim të veprës Albert Nikolës, etimologjia dhe semantika strukturale, që është një vepër shkencore, dhe sapo Biblioteka Gjermane e ka certifikuar shkencërisht, ka qenë programi Erasmus i Komunitetit Evropian që e ka futur në program në Amsterdam, në qendrën e studimeve gjuhësore të Amsterdamit. Dhe ata më kërkojnë vazhdimisht libra versioni gjerman, sepse i përdorin për profesorat e tyre, i marrin dhe kanë si referencë shkencore për studimet strukturale të gjuhës. Ku qëndron ndryshimi midis jush dhe këndvështrimit zyrtar që ka Akademia e Shkencave në lidhje me gjuhën shqipe? Esencial. Akademia e Republikës së Shqipërisë është e bazuar mbi shkollën lindore. Shkolla lindore e kontrolluar nga Rusia, dhe që përfshin... Po drejtuesit e akademisë në përgjithësi kanë mbaruar në Vjenë, në Akademitë e Vjenës. Po, por varet se çfarë qëllimi ke ti për se si kanalizon ti tutelën politike studimet. Po, është tutel politike. Historia e kulturës Yamnaya, origjinës së njeriut nga stepat aziatike, është fabrikuar nga Akademia Ruse, bazuar mbi një skelet të një femre që kanë gjetur, dhe që kanë gjetur në shpellë. Dhe nga këtu në çfarë vend? E kanë gjetur diku në Azi, është kultura Denisova. Denisova quhet. Dhe e quajnë kultura Yamnaya, dhe bazuar në këto ata kanë
artikuluar një teori tërë, megjithëse të dhënat arkeologjike, etnologjike ka më pak, të dhënat më të shumta arkeologjike, etnologjike, gjuhësore, shkrimore, dokumentet, 99% i takojnë kulturës së Anadolit dhe kulturës hebraike, në zonën ku kanë jetuar hebrejtë e vjetër. Nuk po flasim për hebrejtë e ri sepse është tjetër histori pastaj. Po aty ku kanë jetuar hebrejtë e vjetër, ka shumë në zonën e Filistinës, Palestina e sotme, ka pas shumë në Izrael, ka shumë në Mesopotami, Çfarë janë këta? Si ka shumë? Artefakte arkeologjike, artefakte etnologjike. Çfarë tregojnë këto? Nga këto zonë? Vendbanimet vjetra, 9000 vjeçare, 12000 vjeçare. Po, çfarë tregojnë këto në lidhje me shqiptarët dhe me gjuhën shqipe? Me gjuhën shqipe, nga të dhënat që dalim ta përfundoj si ide. Domethënë që nëse krahasojmë faktet shkencore nga kultura Yamnaya dhe artefaktet që na vijnë nga kultura hitite, mendohet që ilirët vijnë nga hititët për shkak të emrit Ilimin edhe për shkak të shqiponjes me dy krahare që përdorim ne, në zonën e Anadolit. Në zonat e Anadolit ka qytete 12000 vjeçare dhe aty janë njerëz me qeleshe, dhe kultura dardane. Dhe edhe në kulturën hebraike, dardanët mbahen si më të vjetrit. Pra, të dhënat që ofron në kulturë hebraike? Jo, është semitike, quhet më shumë se sa hebraike, sepse kultura semitike përmbledh edhe kulturën arabe dhe kulturën hebraike bashkarisht. Pse ka patur ndikim kultura semitike në zonën e Azisë vogël? Fenikasit. Jo, kultura e zonës vogël të Anadolit, kultura hitite është gjuha. Po, është gjuha hitite, po janë edhe gjuhët, janë edhe disa gjuhë tjera vogla, ka një lidhje specifike me Shqipë. Aty janë armenët, janë kilikët. Armenët kanë një problem të madh, bile rusët për të vërtetuar teorinë e tyre Yamnaya, bazohen shumë në gjuhën armene. Problemi i gjuhës armene është se fjalët i ka të gjata dhe kilometrike. Që do të thotë që një fjalë, nëse një gjuhë ka fjalë shumë të gjata, ajo është e ardhur nga të tjerat. Ajo është e ardhur nga të tjerat, sepse është kompozuar me etimone dhe me matrica gjuhësore të gjuhëve të tjera. Për shembull, çdo fjalë që merr ti të armenishtës është shumë e gjatë dhe gjatësia e fjalës e përjashton në mënyrë automatike. Embryomorfemat bazë i ka marrë nga gjuhët e tjera. Agronda Lipa i quhen embryomorfema, nuk janë, ka metodologjinë e tij të kërkimit agroni. Çfarë mendon për të agronit në raport me në gjuhët indo-europiane, ta përfundoj bisedën, në gjuhët indo-europiane këto janë etimonet, parashtesat, prapashtesat, ndaj shtesat, dhe janë fjalët me bashkim që disa etimone, 1, 2, 3 deri në 4 ose 5 etimone bëhen bashkë dhe krijojnë një fjalë. Këto etimonet i ka gjithmonë gegnishtja. O thënë, dhe kur bëhet një krahasim mes gegnishtës dhe sumerishtës vjetër, duket se janë gjuhë motra. Nuk po them se ne kemi ardhur nga Sumeria, për arsye se të dhënat gjenetike që kemi ne janë gjenetistët nga studimet e kockave të para 9000 vjetëve dhe kockave të shqiptarëve të sotëm gjejnë të njëjtën gjenetik. Do të thënë. Por me sa duket kanë qenë gjuhë motra. Dhe sepse kanë shumë similitud, do të thënë ngjashmëri njëra me tjetrën. Sa i takon Agronda Lipajt, më bëre një pyetje. Unë pikëpari shqiptarët nuk i shoh në të bardhët zi ose në të verdhët kuq. Unë i shoh si shqiptar. Dhe ti mund të jesh një socialist, mund të jesh patriot, ti mund të jesh një demokrat, je gjithashtu patriot. Dhe unë i shoh nga ana politike. Unë i shoh thjesht nga ana çfarë japin ata në anën shkencore. Kriteri vetëm i përcaktimit një personalitet një personi, unë e bëj me anë shkencore. Agronda Lipaj ka shpikur një teori të vetës, teorinë e embryomorfemave,
të cilën ja ka paraqitur publikut dhe që ja ka aplikuar me disa fjalor që ka bërë. Tani, Hagronda Libaj ndoshta do të kishte paraqitur një patent për ta certifikuar shkencërisht në një institucion që merret me patentat si metodologji e tij e kërkimit, edhe pastaj të ishte futur studimeve dhe në bazë të asaj teorie, asaj metodologjie që ka përcaktuar Agroni dhe që e aplikon, ka të drejtën e tij të shkruajë fjalorët e njëri tjetrin. Nëse gjyqësia ndërkombëtare do ta pranoje Agronin apo jo, unë nuk di gjë, sepse nuk jam marrë me aspektin, por ajo që konstatoj është se në 70% të rasteve kur bën etimologjin sipas metodologjisë indo-europiane që unë bëj, Agroni ka drejt në ato që thot. 70%. Sigurisht është një të arrish në një studim shkencor 70% kur Franz Bobi sot e ka 50%, është gjë shumë e madhe. Tani a ka gjëra, a ngatrohet, nuk është gjyqtari absolut i botës Goni. Ndërsa unë studimet e mia i kanë bazuar mbi teoritë indo-europiane, të autorëve që janë të njohur zyrtarisht nga 3 institucione akademike, siç është Akademia e Oxfordit, Universiteti i Cambridge-it, Fakulteti i Kërkimeve, Qendra Laboratorike e Kërkimeve Gjyqësore të Universitetit Mynjut dhe Instituti Max Planck. Të gjitha këto teori që thonë mbi indo-europianistën, dialektet e indo-europianistës, unë i kam marrë nga këta, i kam studiuar sipas metodës matricave gjyqësore. Matrica do të thotë përbërësit e një fjale. Do të thënë, një fjalë ka disa matrica, ka etimonin, që është ose rrënjën, ka parashtesën, prapashtesën, ndajshtesën, ajo fjala që futet në mes, edhe janë këto elementet e zgjedhimit që janë elementet e zgjedhimit foljes, për shembull punoj, punuar, për të punuar. Janë disa matrica që e përshtasin disa prapashtesa që përshtasin foljen në kohë të caktuar, japin kohën, japin modelin, kohë të përcaktuar, kohë të përcaktuar, habitore, dëshirore, që janë këto. Do më thënë, unë studimet e mia edhe kontaktet e para me këtë lloj studimesh që kam hasur në vitin 2002 në Universitetin e Mynjut. Atje punohet në mënyrë laboratorike dhe aty është diskutuar shumë për dialektet e indo-europianishtes, ku shqipja kishte një rol themeltar. Dhe nisur nga këto, unë pastaj kam... Cili është mendimi i këtyre albanologëve që ti ke studiuar ose që mund të kesh kontaktuar në lidhje me Shqipen, me këtë debatin që ndodh sot midis tyre akademistëve dhe rrymës tjetër që një prej cilëve përmendëm në Agronin, po edhe ti ndoshta je aty bashkë, domethënë jo 100% të përputhur në ide. Unë i takoj linjës zyrtare indo-europiane perëndimore. Në lidhje me origjinën e shumicës me këto fjalorët etimologjik që botojnë në këtë Akademi e Shkencave, ku dalin 80 apo 90% të fjalëve të preardhura nga fjalët e gjuhëve të fshimve tanë, grek apo serb apo turq apo italian, që ne kemi pasur kontakte. Ç'a mendoni ju? Është e vërtet kjo apo gjuha shqipe ka kollata të saj, se shumë e rëndësishme. Le ta sqarojmë diçka. Në ekzistencën e Akademisë Shkencave të Republikës së Shqipërisë aktualisht ka interese ekonomike. Shteti jep fonde të mëdha për botime fjalorësh. Edhe ku ka para, pastaj ka interese ekonomike. Ata që bëjnë fjalorët paguhen, janë pare që kalojnë në akademi, si kalojnë, me këtë duhet merret kontrolli i shtetit ose spaku. Merrem unë me këto. Unë jam specialist. Në aspektin e përkatësisë time, unë jam një indo-europianist që i përkas shkollës perëndimore. Në lidhje me Shqipen. Në lidhje me Shqipen. Në lidhje me Shqipen. Po. I përkas shkollës perëndimore, gjermano, franco, anglosaksone. Ç'a ndryshim ka kjo shkollë me Akademinë e sotme? Në Akademinë e sotme për Shqipen. Për Shqipen këta albanologët më të mëdhaj për këta janë është Meyer, që është një slavist,
edhe është edhe një tjetër ka qenë një prif sloven, ja harrova emrin tani, që ka qenë Michlovici. Po. Edhe ky ka qenë një slavist prif sloven. Problemi i këtyre ka qenë se nuk e kanë njohur gjuhën shqipe. Dhe dialektin gek që është bazë fillestare nuk e kanë njohur. Ndërkohë që me studimin e gjuhës shqipe, këta nuk janë albanolog, janë slavolog, që kanë mësuar pak gjuhë shqipe për të shpjeguar element të slavishtës. Edhe ne me persona që janë slavolog, që nuk e kanë gjuhën shqipe, të mësuar shumë mirë, nuk mund të krijojmë shkencë të vërtetë. Ilirologët më të mëdhenj nuk janë dhënë në fakultetin e gjuhëletërsisë. Për shembull, unë që kam qenë i bindur kur kam mbaruar shkollën, që kam një formim të shkëlqyer gjuhësor kur kam mbaruar fakultetin e filologjisë, kur kam shkuar në Perëndim, kam mësuar emrat e albanologëve, të cilët janë albanologët më të mëdhenj të botës, po që ne nuk i kemi studiuar. Disave ju është thënë emri formalisht, disave nuk na janë dhënë fare. Për shembull, Hans Krahe është që ka shkruar veprën madhore Hidronomia e Europës. Është ilirologu më i madh i të gjitha kohërave. Nuk përmendet në fakultetin e studimeve gjuhësore, fakultetin filologjik. Na silloi libër ky për ilirët ta përkthejmë. Ky ka shkruar Hidronomia e Europës, e cili bazuar fjala hidronomi çka kuptim ka? Hidronomi do të thonë të gjithë rrjedhjet e lumejve, të liçeneve, emrat e tyre. Dhe ky arrin rezultatin që të gjitha emrat e lumejve dhe të liçeneve janë vendosur nga ilirët. Përveç ku në Evropë? Në Evropë. Janë vendosur për shembull emri Baltik vjen nga emri balli i Shqipës. Emri Tirreno vjen nga shqipja gjithashtu. Deti Tirren. Emri Adriatik vjen nga ilirishtja gjithashtu. Deti Jon vjen nga ilirishtja gjithashtu. Deti Egjev vjen nga ilirishtja gjithashtu. Deti Zi vjen nga ilirishtja gjithashtu. Domethënë ky ka qenë një partizan shumë i madh i fazës ilire, dhe ky ka bërë. Po Deti Zi si quhet në origjinal atje nga banorët vendës? Mer Noir. Nga kush quhet kështu? Po Deti Zi është quajtur Deti Zi nga se të gjithë i thonë gjuhën e tyre Deti Zi, po Deti Zi në gjuhën thrake, që ka vdekur. Se këta slavët e sotëm, ukrainasit... Thrakishtja mund të ketë pasur lidhje me Shqipen? Po sipas studimeve të fundit të dhënave të Stefan Bizantit, të shekullit 5, që ka shkruar historinë origjinale, gjithë zona e Ballkanit, përfshirë edhe Greqia, ka qenë populluar nga tribu ilire, që kanë folur të njëjtën gjuhë me dialekte. Edhe për shembull Greqia sotme ka qenë banuar nga dorikët, që kanë qenë gegët, dhe atikët, që kanë qenë toskët. Ndërsa formimi i kombit shqiptar, sipas studimeve, del që është bërë ka filluar në shekullin e 5, etnisë shqiptare, dhe janë kodikët e Beratit, që janë shkruar në gjuhën atika, që zbërthehen, janë një version i gjuhës toske, edhe Berati në atë kohë ka pasur një universitet, sepse studimet këtij niveli dhe botime kaq luksoze mund bëhen vetëm nga grupe të organizuar njerëzish, por kodikët e Beratit mbahen të mbyllur për studiusit. Ti nuk ke drejt të fotografosh. Ne kemi parë vetëm pamje fotografi ballore, njërën e tjetrën i bëj thirrje Bibliotekës Kombëtare Shqiptare. Çka ka ndaluar fotografimin e tyre? Nuk ndalohet me ligj, por ata që janë aty janë me origjinë greke dhe nuk e di, kanë nxjerrë një rregullore të brendshme të bibliotekës që unë si specialist, nëse kërkoj t'i marr shkrimet, t'i fotografoj dhe t'i deshifroj, nuk kam të drejtë. Ku janë? Në Bibliotekën Kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Janë këtu në Bibliotekën Kombëtare. Tiranë. Nuk t'i lëm për shkakun që t'i marrësh. Po, nuk lën që t'i fotografosh, t'i marrish. Më lehtë mund t'i marrish nga Biblioteka e Kinës, i cila ka bërë riparimin e tyre, se sa nga Biblioteka Kombëtare Shqiptare. Kanë dhe kinezët i kanë ato? Kinezët kanë bërë një punë shkëlqyer, i kanë riparuar në kohë të komunizmit, i kanë riparuar dhe i kanë bërë të pavdekshëm me aftësitë e tyre të për punërat vogla.
Po, i kanë sjell në një formë vërtet po. Po, si mendon ti që duhet të sillet Akademia e Shkencave në Shqipëri në raport me ju? Mund ta çani këtë murin e akademisë për të qenë me diversifikuar dhe për të pasur liri dimesh aty brenda. Është një problem i madh. Futen edhe këndvështrimet e tjera. Po. Alternative. Është çështje organizimi. Për shembull, është e qëllimshme kjo hermeticizëm? E qëllimshme. Unë mendoj që është e qëllimshme, nuk e di, por mendon që qarqe antishqiptare mundet që kontrollojnë këtë lloj hermetizmi të Akademisë së Shkencave? Përderisa në Akademinë e Shkencave del një antar i akademisë dhe thotë që polifonia lave e kemi marrë nga Bizanti, ndërkohë që polifonia... Kush e thotë? Thonë akademik caktuar, duhet përmend emra. Vaso Toli është marrë me polifoninë. Kam njohje me Vason dhe përshëndetje. Se besoj që e thot Vasoja këtë. Po, është... Vasoja ka treguar që polifonia është trashëgimi e shqiptarëve që në kohë të Homerit. Po, jo, Vaso në veprën e vet thotë që ne kemi është kori bizantin. Por nuk duhet të futem, nuk jam specialist, por në studimet e mia, domethënë, duhet ta dish që Akademia Franceze çdo vit, çdo fest krishtlindjesh këndon një këngë lave në gjuhën shqipe. Mjafton të them kaq, dhe një nga akademikët francezë më ka thënë që kjo vjen nga prehistoria. Nuk është çështje e Bizantit apo e grekëve të vjetër. Grekët e vjetër kanë pasur në teatr korin e tyre, por që grekët e vjetër pranojnë se fjala nuk shpjegojnë dot fjalën teatr. Në shqipen shpjegohet? Theater me gjuhën antike. Të thuash të gjitha. Thuaj, atër, ti thuash të gjitha. Kjo bëhet ti thuash të tëra. Të tëra që në teatr. Theatr. I thet tëra. Diçka e tillë. Siç është fjala kozmos, për shembull, unë pata një konflikt shkencor me një profesor të Oxfordit, Benjamin Fortson. Ai më tha që ai kishte dalë thon para studentëve që gjuha shqipe është gjuha me më shumë huazime në botë, quhet gjuhë kreole, dhe unë më tha një student shqiptar që ishte prekur nga kjo gjë, unë komunikova me të. Se ka lexuar këta? Po. Shaban Demira. Po, unë komunikova me të dhe i thash që ndëgjo nga fjala kozmos e greqishtës vjetër, ai më tha që është origjinë e panjohur, dhe unë i ktheva një përgjigje që mbas studimeve të Roland Barthit, studimeve strukturale, e ndajmë strukturë dhe kemi një frazë të fjalës kozmos, një frazë të greqishtës kozmas. Është teoria e Albert Einsteinit. Me kalimin e kohës, kozmosi zgjerohet zëmas. Dhe si është kuptimi? Zëmas, koha zëmas. Dhe ka dhënë fjalën kozmas. Zëmas në grekisht. E kuptova. Dhe kjo korrespondon shkencërisht me teorinë e Albert Einsteinit. Po. Fjala univers, për shembull, un ka thënë uni. Nëse bëhem një, ne bëhemi unisohemi. Bëhemi një person. Po. Ne kemi shqiptarët për emrin vetor un. Po. E vers është v e shqipes vendos. Po. Verse është në frëngjisht hedh. Po. Do të diçka që e vendosur e kundërta e saj idiomatike, siç thot Petrozhej, është verse. I shton një se, vër është toskërishtës, vër diçka, vër këtë filxhanin mbi tavolinë, vër këtë. Nëse i shton një se, jep verse. Hedh. Dhe univers është lënda e parë e hedhur në hapësirë, univers. Sido që ta marrish çdo lloj fjale fondamentale për krijimin e universit, të shkencës, të gjithçkaje, gjen kuptim në gjuhën shqipe. Për shembull, nëse marrim fjalën mat, të cilën ky
E Qerm Çabej nuk është, ka thënë një gjë të vërtetë aty që mat ka thënë ai është burim. Cila është fjalë? Mat. Mat. Mat është burim. Mat burimi diçkaje, burim etnologjik. Dhe ka thënë që shqiptarët e kanë burimin etnologjik nga mati, ka thënë Çapej. Nuk e di sa e vërtet është kjo në aspektin shkencor, po ai thotë që mati ka qenë zona ku shqiptarët e parë janë, unë mendoj më larg ai nuk ka qenë profesor i studimeve historike, gjusisë historike Çapej. Çapej ka qenë profesor Etimologji. i studimeve të Shqipes mes jetës dhe Shqipes sotme. Kam bërë ndonjë artikull për mbrojtjen e autoktonisë shqiptarëve kur ja ka kërkuar Komiteti Qendror për autoktoninë ilire. Po, Dhe fjala mat vjen sipas tij do të thotë burim, ndërsa unë nga studimet që kam kryer, studimet strukturale, del që fjala mat vjen nga bashkimi i dy fjalëve ma, nën, fjalëve primitive nën dhe at, baba. Edhe ka dhënë ma, është larguar një a dhe ka mbetur një. Mat nuk është larguar asnjë a. Është mat është me a të gjatë, se ka dhe a të shkurtër. Po. Nëse thu me a të shkurtër mat, ti mat diçka. Po. Meqenëse thu mat, është zona e matit. Po. Pra edhe gjatësia e një zanorie përcakton kuptimin e brendshëm semantik ose kuptimin idiomatik, atë kuptimin që ka fjala brenda. Siç e thotë edhe ky i madhi Petrozhej. Për shembull, Petron e ke studiuar? Librat e Petron? Për shembull, kur kam studiuar një libër të Petrës, regjia më fokuso mua, ja ku e keni Petron këtë. Gigantin. Ja ku është Petroja. Edhe unë e kam pasur një çik mik. Po. Ndjes pas. Unë kam marrë një sentencë të Petros ku thotë që X thot ai, tregon mungesë. Mungesë. Po. Ku është X-i? Shkronja X tregon një mungesë. Ai ka ngelur në rrafshin filozofik, idiomatik si themi ne. Dhe unë kur e kam marrë shqiptimin e X-it, shkronjës X, dhe kam kërkuar se nga vjen kjo. E kam kërkuar në greqishten e vjetër, nuk arrin, në keltishte nuk arrin, në sumerishte nuk arrin, askund. Ti i drejtohesh atëherë gjuhës gege, gegnishtes. Dhe fjala ik, gegnishtes do të shkrijë, fjala ik do të thotë ik. Largo. Dhe ikës është diçka që të ik, që ti nuk e kap dot, që mungon. Pra vim ke mungesa e Petrozhejt. Fjala, do më thënë shkronja X, kur bllokojmë një vend, ne i vëmë një X. Pra, teoria e Petrozhejt, nëse aplikohet në gjuhë, e ndihmon shumë etimologjin. Në aspektin semantik të saj. Kurse në aspektin... Po, Akademia e Shkencave si sillet me Petron, me konceptet e Petros? I pranon, apo i ka librat e tij në bibliotekën shkencore Akademia? Jo, nuk i pranon. Nuk i pranon. Nuk i pranon sepse që të pranojsh teori të reja, duhet kesh një kapacitet për t'i përthithur ato. Për shembull, kur unë bisedoj me dikë, për të parë se çfarë kapaciteti trunor ka ky njeri, sepse edhe njerëzit janë si kompjutrat, ka që kanë kapacitete të vogla, ram të ulët, po, për ta parë se sa ram është në kuptimin e realitetit, si e shikon realitetin 3D, unë e pyes zakonisht si i shikon ëndrat, i shikon bardhëzi apo i shikon me ngjyra, për të parë, sepse një tru që ka kapacitet të madh, siç është një ordinator i madh që kryen gjëra shumë të komplikuara, i shikon ëndrat me ngjyra, siç janë realitet. Kështu një tru i vogël që janë masë madhe, që nuk kanë nevojë, që nuk e përdorin, që nuk kanë aftësi përthithje të kulturës edhe të elementeve të natyrës, i shikojnë bardhëzi. Dhe në moment që dikush më thotë, unë i shikoj bardhëzi, nuk humb frym me të që t'i shpjegoj teori apo gjëra, thjesht i them bravo, bisedoj normalisht me të dhe ikin tërëzit time. Kur dikush më thotë që po i shikoj me ngjyra, atëherë
them këtu ka mundësi komunikimi dhe i them teorinë time. Për shembull, teorinë time të matricave gjuhësore që është certifikuar shkencërisht nga Universiteti i Berlinit. Ka pedagog që nuk e kuptojnë. Për shembull, më ka thënë një që pretendonte që kishte mbaruar Sorbonën, po që kur takova profesorin e Sorbonës, ai më tha që ne kemi përzënë sepse ishte mistrec nga Universiteti i Sorbonës. Dhe këtu është profesor. Tu në Shqipëri. Në Shqipëri, në fakultet, profesor. Dhe më tha njëri, tha, ne të pranojmë edhe nuk pranojmë, tha. Do më thënë që këtu s'kemi të bëjmë me shkencë. Tu kemi të bëjmë që ti mund të bëj shkencë shumë të mirë, po unë s'të pranoj. Edhe në akademi më thonë që nuk ma zënë emrin asgjë kundi, flasin ndërmjet tyre dhe thonë që ky Alberti është shumë shkencor, shumë i fortë, shumë nga studiusit më të mirë që kemi, por thjesht nga që nuk na pëlqen si tip nuk e pranojmë. Ndërkohë në shkencë nuk ka marrëdhënie vëllazërore, në shkencë ka je shkencor, nuk je shkencor. Po nuk je shkencor, në veprat që shkruan ai. Po, diçka e tillë. Po nuk je shkencor, nuk meriton të jesh në akademi. Por u mendoj që pjesa dërmuese e atyre që janë në akademi, i kam parë, i kam ndjekur, nuk janë aty për të bërë shkencë, janë aty për të marrë rrogën, për të marrë ato fondet e mëdha që janë dhënë për fjalorin, edhe ky fjalori që po del nga Akademia e Shkencës është një fjalor jo profesional. Albert, të bëj edhe një pyetje të fundit para se ta mbyllim. Kush është vepra jote që ke në dorë? Ke ndonjë diçka që po shkruan edhe diçka për aktivitetin tënd si letrar? Po, si domethënë çfarë ke shkruar, disa gjëra të rëndësishme dhe çfarë ke ndërmend sa afërmit të bësh? Kam botuar shumë romane, volume poetike. I ke botuar në Shqip? Apo? Në Shqip, në frëngjisht. Po, në frëngjisht kam pasur? Po, një volum Love Explosion që klasikuar në kolanën e poetëve të botës edhe mora përgëzime nga Serge Dubrovski, fatkeqësisht ka vdekur dhe nga një akademik. Kush është ky Dubrovski? Serge Dubrovski është kritiku më i madh i neorealizmit, ish profesor i Universitetit New Yorkut. Po. Edhe ky kishte rënë në kontakt me veprën time në New York. Kish lexuar në anglisht apo në frëngjisht, pasi ky ka lindur në Francë. Po. Edhe ky kur erdhi në Akademinë belge, u tha atyre që në prezantimin e librit tim L'Arche d'Homme, që ishte një roman surrealist, dua filan person aty që të jetë prezent. Ishte romani jote? Jo, ishte romani ati, po ai kërkonte që të më njifte mu. Po. Sepse unë ky kishte rënë në kontakt me librin tim. Po. E këto të akademisë belge u ndodhën ngushtë sepse nuk kishin as telefon, as adres, as gjë, si isha antar. Edhe telefonuan në pen klubin belg, ka qenë Huguet Brockville, drejtuese pen klubi, thonë duam adresën e këtij personi, unë kisha njohje me Huguet Brockville-in. Ajo u dha numrin e telefonit dhe më telefonoi sekretari i akademisë dhe je ftuar në për urimin e librit të Serge Dubrovskit, një ndër personalitetet më të mëdha. Problemi ishte se unë isha gjuhëtar dhe shkrimtar dhe nuk, por kisha dëgjuar kalimti, nuk e dija që është aq i madh. Dhe Ramadan Mysliu nga Kosova, kur e nxorra unë që jam takuar me Serge Dubrovskit, më shkruajti, në atë kohë ishte ende gjallë i ndjeri, më shkruajti që ke takuar kritikun më të madh të botës. Dhe nëse ai ty të ka ftuar, ti du të jesh shumë i gëzuar që ke marrë një ftesë të tillë. E takova, ishte një personalitet i jashtëzakonshëm. Çfarë ke ndërmend të shkruash tash? Tani janë 2 volumet në anglisht, etimologjisë dhe semantikës strukturale që janë certifikuar nga Biblioteka e Kongresit Amerikan, po në gjuhën shqipe. Tani dua ti certifikoj edhe në gjuhën angleze. Dhe më thënë dhe po punohet mbi 2 volumet e etimologjisë dhe semantikës strukturale dhe kam një volum të tretë që ka të bëjë me fjalorin struktural të gjuhës shqipe. Si mendon ti për këtë, se s'më the përgjigje, për fjalët shqipe që këta etimologët akademistë mendoj që kanë të drejtë ta që thonë që gjuha shqipe në shumicën e tyre është e prardhur? S'kan drejt.
dhe kjo s'kan drejt në aspektin kohor, sepse një gjuhë 9.000 vjeçare që është krijuar e para, nuk mund presi 3.000 vjet që të krijohet një gjuhë e dytë për të marrë element të gjuhës dytë nga ajo. I krijon fjalët vetë e para, i krijon idetë vetë e para, i krijon ato etimonet fillestare vetë e para. Kjo gjuhë që krijohet e para, pastaj kjo gjuhë vetëm mund të huazojë. Për shembull kur mund t'ja po, jo të marrë. Jo të marrë. Po. Mund të marrë gjatë rrugës, por merr hua fjalë të cilat që kanë lidhje me që teknologjinë. janë krijuar nëpërmjet saj, por që kanë ndryshuar kuptimin dhe kanë kaluar në gjuhën tjetër. Dhe ka plot shembuj, për shembull kemi fjalën medium, Po. që konsiderohet e frëngjishtës. Po frëngjishtja nga ka marrë? E ka marrë nga koptishtja. Mendium. Është mendium, është piramida mendium. Po kur e ndan në strukturë, as koptishtja, as frëngjishtja si jep kuptim kësaj, medium. Kush ja jep kuptimin, jep shqipe. Mediun. Koptët ku A jemi këtu në një medium ne bashk, në mediumin që keni krijuar ju okult. Po. Edhe ty më pyet mua për disa gjëra dhe me di unë t'i them këto gjëra ty. Po ti di unë t'i them. Me mos di unë nuk t'i them dot. Po. Kush i zvërthen këto? Shqipja. Pse Shqipja? Se është gjuha më e vjetër e njerëzimit. Pse Shqipja? Pse zvërthen për shembull fjalën shi të gjuhës kineze? Pse shpërgjen fjalën nusa të gjuhës kineze dhe gjuhës arabe? Pse shpjegon fjalën rob të gjuhës arabe? Se ne njeriut në veri i themi rob. Po. Edhe arabët rob i thon njeriut? I thon robës, po jo njeriut. Njeriut i thon insan ata. Po dhe fjala arabe insan. San është prapë gegnishtës, është send. Është send. A je tu i madhon një të san, thot Gega i Malsis. Një të san, send është objekt. E insan në tje diçka ka hyrë në arab. Po, pse? Se arabishtja është marrë nga koptishtja. Është një vazhdim i koptishtes. Koptët ku kanë jetuar? Janë egjiptianë të vjetër. Ka akoma fitet, akoma gjuhë tyre. Janë të krishterë. Janë të krishterë, refuzojnë të jenë krishterë dhe gjuhë tyre, ashtu si gjuhë sumere, është shumë afër shqipes. Jena një fe e bajmë ohi, e kanë frazën ata në gjuhën e tyre. Jem një fe e bajmë ohi. Dhe më thënë, jemi në një fe dhe bëjmë ohej në Shqip. Ohej, gëzojmë. Ata e bëjnë në kish si frazë. Pra, në gjitha drejtimet, nga të nisësh, gjuha shqipe i shpjegon këtë gjuhë. Por jo në këte që francezët janë shqiptar, të shikojmë shqiptar kudo. Jo. Francezët janë shqiptar, italianët janë shqiptar, këta janë shqiptar, gjithë Europa është shqiptar. S'mund ta themi këtë. Pse nuk mund ta themi? Se teknikisht është e gabuar. Teknikisht është e gabuar sepse edhe ata dikur para arsit e tyre kanë folur një lloj gegnishtje, pra kanë të njëjtën të drejtë prejardhje edhe italianët, edhe gjermanët, edhe francezët, të thonë që dhe ne jemi të vjetër se vim nga kjo gjuhë e vjetër. Por ne çfarë kemi bërë ne? Ne kemi ruajtur si një muze versionin një rrokësh muzikal nëpërmjet gegnishtes. E kemi ruajtur origjinal të paprekur, shumë të bukur, dhe tani jemi në gjendje t'u shpjegojmë dhe gjuhën atyre. Kjo është shkencore. Kurse të themi që të gjithë popujt janë shqiptar, kjo është jo shkencore, sepse ndryshon edhe gjenetika. Për shembull, gjenetikën që kemi ne, se kemi të njëjtë me disa popuj të tjerë. Ne kemi dy gjene, kemi EV13 dhe RBL2. EV13 është tipike për veriun, RBL2 është tipike për jugun. Majoritare. Edhe ashtu si kemi shqiponin me dy koka, kemi edhe dy gjene. Pra ne kemi gjëra, unë nuk i bazoj studimet e mia në fantazi, të fantazoj unë, por unë marr për shembull studimet e Derek Bickertonit. Ka qenë studiuesi më i madh i prehistorisë njerëzimit, ka studiuar gjuhën jo të Homo
sapiensit, po gjuhën në Homo erectus. Erectus. Homo habilis ose Homo erectus. Dhe ai ka përcaktuar një sasi fjalësh të cilat ka përdorur Homo erectusi. Unë tani i marr këtë sasi fjalësh dhe i krahasoj me gjuhën shqipe. Çfarë fjalësh ka ruajtur nga Homo erectus i gjuha shqipe? Dhe ka shumë fjalë që janë ka ruajtur shqipja nga Homo erectus, më shumë se çdo gjuhë tjetër e botës. I ka në një gjuhë tjetër këto karakteristika që i ka gjuha shqipe kaq shkurtra ato. Po, let, versioni flaman i emrat. Po, versioni flaman i gjuhës hollandeze. Ka shumë fjalë të përbashkëta me shqipen. Një numër jashtëzakonisht madh. Për shembull, t'jap një shembull, hyrjes ato i thon të hyr. Hyr. Hyrjes që i themi në hyrje i thon të hyr. Domethënë jepet me qira, ti mund të hysh. Ti hyr ose të hyr. Shitjes apartamentit i Po me thon basket të kemi kop. ndonjë lidhje? Po, unë nuk kam menduar që mund të kemi ndonjë lidhje me basket, por është një profesor baskolog i Universitetit të Sorbonës. Njeh ndonjë çik gjuhën basketin? Jo, nuk nisem, unë nuk e njoh gjuhën basket dhe nuk nisem, por profesori me kë ngjan gjuha basket? i mund t'ju shpjegoj ta kuptoni qartësisht. Profesori Michel Morvan, një nga mister dhe gjuha basket. Po. Në atë cepat e midis vendeve latinisht folse, ndodhet Portugali, Spanjë, Francë, jeton një lloj populli aty që një lloj komuniteti që ka një lloj gjuhë të ndryshme komplet nga këta. Profesori i Universitetit të Sorbonës Michel Morvan, baskologu më i madh në botë, një specialist i jashtëzakonshëm i gjuhëve, ka bërë nuk ka qenë njohës i gjuhës shqipe, por i gjuhës arvëreshu të Sardenjës, zonës Barbagjas, që është një version i shqipes që mendohet që i takon kohës etruske. Barbagja, Sardenja. Ata nuk ndihen italian, ata gjithmonë thonë jemi ilir, jemi sardan, popujt e detit, se pranojnë që janë italian. Më ka rastisur të bisedoj me ta. Ky profesor i njohur ndërkombëtarisht ka thënë që nga studimet e mia që kam unë mes baskishtes dhe gjuhës shqipe, ka një numër shumë të madh fjalësh mes shqipes dhe gjuhës baske. Por duke qenë që shqipja është më e vjetër, unë mendoj që gjuha baske është ndarë nga shqipja, ka qenë gjuha e parë ndarë nga shqipja para 23.000 vjetësh. Para 23.000 vjetësh. Edhe për të vërtetuar këtë, një studiuse spanjolle ka kryer gërmime etnologjike në kafkat në kockat e njeriut që ka banuar para 23.000 vjetësh, dhe kanë gjetur në Spanjë, edhe aty në zonën ku kanë jetuar baskët, kanë gjetur një skelet i cili mbante si genomin shqiptare V13, që vërteton teorinë e Michel Morvan, teorinë gjuhësore të Michel Morvanit nga ana gjenetike. Për shembull, fjalë të tilla ne kemi fjalën derri, ato kanë zerri. T-Z-R-I, zerri. Der dhe zer, e nxjerrin të njëjtë. Kanë fjalën, ata i thonë dhis gaja, ne i thomi dhaja. Dhis, në zonën e Dibër Matit i thonë dhaja, nuk i thonë dhi. Dhe gaja dhe dhaja, sipas Morvanit është e njëjtë. Është fjala, janë një numër shumë më fjalë, se nuk i mbaj mend përmendsh, sepse janë rreth 1200-1500 fjalë të shqipes dhe baskishe. Problemi i baskishes se baskishja nuk mund të merret si gjuhë fillestare. Dhe ata din, për shkak të fjalëve, fjalët i ka të gjata, i ka kilometrike. Por janë tok fjalësha të gjuhës gege. Qartë. Për shembull, gjuhëtisit i thonë ata atzanmal. Atzanmal. Të zënë mal. Po, në gegnish atzanmal do më thonë të shkojë z kafsh në mal, atzanmal gjuhëti. Ndërkohë që ne kemi një rrokshe, e kemi gjuhë. Folja. Ti merr një gur, po dhe e gjun. Gjur edhe e gjuhë. Gjur i thonë veriu. Ti merr një gjur edhe e gjuhë. Edhe kemi vënë emrin gjuhëti. Dhe më thënë, ka gjue, hidhe, edhe ti, për emri vetor ti, i ashtu si prapa shtesë, dhe ka thënë gjue ti. Është një tok fjalë. Ti gjuan. Po, ti gjuan, gjue ti një kafsh, thot aje.
gjuhet ti një kafshë, thot Gega. Bjeri ti një kafshë, ose gjuhet ti me qajfte, si që përdorin në gegnisht. Nuk i thonë qifte, po i thonë qajfte. Edhe për të shpjeguar se çfarë është gjuha shqipe, do të them momentin kur kanë vrarë Jul Cezarin. Kur e vrau i biri Bruti Jul Cezarin, i nguli thikën, Jul Cezari harroi djali i legjitim, Kopili, si themi. E goditi i fundit. Po, i fundit. Jul Cezari harroi gjuhën latine dhe ju drejtua vrasësit me një frazë. Dhe ti bir. Na i tha, enetoj o prut. Kishe një urrëtie brenda tij. Enetoj o prut. Enetoj o prut është në gjuhën dibranche. Enetoj o prut do thot edhe ti o kopil në dibranche. Ene është edhe, ti toj është ti, se ata nuk thon ti Fredi, ato thon toj Fredi, thot ai i Tetovës. Toj Fredi ma bëj çit punë, thot ai. Toj Fredi bëje këtë punë. Edhe enetoj o prut është njeriu i zënë në përrua. Ne nuk i themi përrua, ne i themi prut. Prut, edhe ti o njeri proj, i tha. Sepse kur kishte dalë në shëtitje, e kishte zënë me skllaven e vet, kur po shëtiste në prua, ishte mbush mendja ati dhe zuri këtë që do ta vriste. Edhe Porç. Po, dhe folin gjuhën dibranche, por ata thonë që është etrusk Jul Cezari. Po nëse marrin emrin e Jul Cezari, çfarë është Jul Cezari? Jul është versioni i emrit Lul në etruskishte. Në etruskishte lulës i thonë Jul. Dhe Cezar do të thotë qesar. Është një njeri shumë i madh, shndrit aq shumë sa qitar. Ai i veriut, ai Dibrani thot vishet bukur, thot i tash thot un qesar. Shkëlqej. Pra kjo është gjuha shqipe. Edhe në gjithë territoret ku kanë pushtuar romakët, gjuha popullore ka qenë gjuha ilire. Formacionet Feniks që kanë pushtuar Anglinë, kanë pushtuar gjithë Europën, kanë bërë luftrat gjermanike, ka qenë formacione Feniks të Ilirisë. Edhe gjuha romake është një gjuhë standarde që është bazuar mbi ilirishtën dhe që është bërë për arsye ushtarake dhe për arsye tregtare. Po. Dhe kjo vërteton faktin që Jul Cezari në momentet e fundit ka foli shqip, nuk foli latinisht. Sepse ai ishte gjuha që i doli nga zemra. Pra gjuha shqipe, siç thuhet, është gjuha e natyrës dhe gjuhë gjenetike. Ka shkruar dhe kujtimet e luftës civile, ka shkruar për këtu në Shqipëri, periudhën që ka luftuar me Pompeun. Përmend disa herë banorët Vendas, sidomos thot kur ngelëm të uritur, thot banorët Vendas, që mendoj unë që kanë qenë këta të kalaprezës aty e zona, në mësuan thot të ushqeshi me këlkaz. Këlkaz është një bim e hidhur, e cila ka shumë kalori, po ta zjesh, edhe është e trash si qumësht. Edhe ata e pinin ata që të mbanin e kam ndjekur këta në shënime të tij, ai thot në momentin që u përball me senatin romak, i thanë ata që Pompeu e ka fituar, është perëndori, por ti mund ta fitosh me luftë, i thanë, shkoj zgjidhe në Shqipëri me luftë. Atëherë ai tha një frazë të famshme, po shkojte të mit. Po shkojte të mit, është si njësoj si thoj, po shkoj të fisi im, po shkoj të njerëz të mi. Edhe erdhi këtu dhe mori shumë mbështetje, si që thoni dhe ju. Pra në gjitha frazat që thot ai e pranon në origjinën e tij etrusko-ilire, Cezari thot jam etrusko-ilir, e ka thënë gjithkund, por e thot edhe i madhi, i papërsëritshëm perëndori Claude që pushtoi Anglinë. Kur shkoi atje ai nuk bëri dhunë. Ai tha ndajmë pushtetin, ne kemi ardhur të sjellim civilizim dhe jo dhunë. Dhe mbas 10 vjetësh kur vdiq ai, pastaj ishin anglezët që shkuan këto romakët ordiner që shkuan e bën dhunë për dhunuan vajzat e mbretreshës dhe vranë mbretreshën. Pra, ne shqiptarët, sipas Hans Krahës, nuk e kanë pushtuar Europën me ushtri dhe me dhunë,
por e kanë pushtuar Europën me civilizim. Kanë mbartur civilizim, kanë ndërtuar qytetet. Ai sa sot për shembull në zonën e Flandrës, të gjitha qytetet e Flandrës janë me emra shqip, për shembull Gent, për shembull kanë ata Bryk që vjen nga breg, kanë Namur, Mur, Shkëmbi, Namur. Kanë Liesh që lidhet me Lezhën e sotme, dhe zona quhet Arden që lidhet me ardianët. Pra kudo që janë vendosur ilirët që janë vendosur si Romak janë vendosur në kohë të Romës, ka pas lëvizje të mëdha të popullatës, ata kanë mbartur civilizim, s'kan bërë dhunë. Klajdi nuk ka bërë dhunë. Ai bënin luftë burr me burr si duhet, por kur vinte puna për të bërë luftë me vrap popullata nuk e bënin. Për shembull, siç bëri Lesh i Zi Mirditës, kur i tha Ali Peshta Pelana vriti tha gjithë këto. Jo tha, nuk i vrasim tha, për të bërë lufta të bëjmë luftë burra me burra, tha, jepu dha atyre armë në fshatin e Skënderbeut Gjinuçit. Po, dhe hajde të ndeshemi, të vendosim llogore dhe bëjmë luftë. Po, dhe i tha Greku që kishte më vetë. Traditë ilire, kjo është tradita ilire romake. I vrasun tha Ali Pasha, tha, më thuaj mua tha ti vrasa. Se i zbriti nga mali, se ata ishin ndarë në 2 pjesë. Edhe ky tha ka marrë tha që t'ju shkolloj, tha vetëm ju s'vini fëmijët tuaj, tha. Ja rova emri këtij fshati Skënder Gjinuçit këtu ku bashkohet Trini me lumin Drinosi me Vjosën. Dhe një pjesë nga këto 2 grupet zbriti. Pjesa tjetër nuk e besoi. Edhe kur zbritën i ka masakruar pasaj ky Greku, nuk pranovi Leshit ti vriste, tha, unë kam marrë tha të luftoj me ushtarë, tha, janë rregulla ilire. Unë nuk kam marrë tha të vras civilit. Është tradita iliro pelazge, iliro romake, sepse dhe romakët i tha Fanazbaja, pastaj i tha Fanazbaja i vrasun tha, mirë purdur mua pasha tha, i tha e thot të Pukëvili, e thot në Shqip, në kujtim e thot vrajni, thot në frëngjisht librin Pukëvili, fjalën e ka vrajni Shqip, edhe e shpjegon me putnot, thot në Shqip do të thot në frëngjisht pastaj. Guerra, lufta, ku di unë si e shpjegon atje. Ty lë on frëngjisht. Vriti të gjithë ata. Po, jam pjesë të karakterit shqiptar, shqiptari nuk vret kur civil është, ne kemi treguar gjithmonë. Mirë, unë them ta mbyllim tash, se edhe koha ka vajtur shumë, që një bisedë interesante, të cilën shpresojmë që shqiptarët ndjekësit tanë ta shikojnë me kërshëri, të përfitojnë nga fjala jote, nga biseda jonë këtu, sa më shumë për të afruar gjithnjë më shumë të vërtetës në kulturë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi e madhe. Faleminderit ju që më erdhët. Dhe unë kam ndjekur gjithmonë podcastin tuaj për një arsye. E para punës, sepse ju i lini personat që vinë këtu të shprehen lirshëm dhe nuk censuroni gjëra, domethënë, edhe ju përfaqësoni një medie të mendimit lirë. Edhe një media e tillë është media perëndimore në koncept, dhe para se të nisem nga Belgjika kam menduar që duhet ta takoj Fredin dhe ta bëj një podcast, dhe Zoti e solli që unë të pash në ndodhëm përballë në panajer, dhe përveç se shkëmbyem librat, ram dakord që të bëjmë edhe një podcast, dhe gjithmonë nëse ju pranoni, unë me shumë dashuri. Ne mund të bisedojmë edhe tjetër nga ne shkëmbyem numrat, edhe mund të bisedojmë edhe në Skype. Edhe në Skype patjetër që mund të komunikojmë. Por është një media vërtet për të respektuar, më shumë se sa disa televizione që t'japin 10 minuta aty, dhe her pas here kur ti do të shpresh, ta presin fjalën, ta presin mendimin, dhe një person që ndihet akademik nuk mund t'japi intervista në televizione ku gazetarët nuk kanë kulturë dhe nuk kanë lexuar. Është një problem shumë i madh, e kam konstatuar me median shqiptare, për shembull ftohesh në një bisedë televizive dhe çuditërisht gazetari nuk ka lexuar librin, ose nuk është i aftë thot për shembull
bëj pyetje logjikshme dhe të nivelit akademik, është një problem i madh. Tek ju e gjejmë këtë gjë dhe ky ishte arsyeja që erdha me kënaqësi. Faleminderit. Mirë, të nderuar shikues, edhe një herë duke u kujtuar të mos harroni të bëni subscribe kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë.